Pas përfundimit të edicionit të katërt të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, aktori i njohur Laert Vasili, një ndër finalistët më të spektakur të këtij sezoni, ka reaguar me tone të forta ndaj rezultatit të spektaklit të fituesit të tij. Në një intervistë, Vasili nuk kurseu ironinë dhe zhgënjimin për mënyrën se si u vlerësua loja brenda shtëpisë. Ai e pranoi fitoren e kundërshtarit të tij, por në mënyrë sarkastike, duke theksuar se ajo nuk ishte rezultati i talentit apo punës, por i kaosit që solli. Ai e meritoi në mënyrë absolute fitoren, shkatërroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi, ai bëri gjithçka. Unë jam tjetër njeri. Di që është futur një 3-4 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar një 2-3 këngë. Nuk regjistroi asgjë. Patëm për të shkruar një tekst për Banaking, nuk shkruajti asnjë varg, por ja që publiku paska këtë preferencë. Një analfabet funksional, ndaj është më e bukura, notën e mirë, deklaroi Laert Vasili. Deklarata e tij bëri bujë të madhe në mediat roz. Nga ana tjetër, në natën finale, ai u shpreh se eksperjenca në shtëpinë të famshme ka qenë e mirë dhe se ishte pishman që nuk ka marrë pjesë më herët në një format të tillë. Por në një intervistë tjetër, ai deklaroi: "Nuk do ta ribëja kurrë këtë eksperiencë." Nuk dihet se cila është arsyeja pse ndërroi fjalët kaq shpejt, apo ndoshta nuk ka shkuar asgjë sipas pritshmërive, ku synonte të fitonte normalisht çmimin e madh. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.